Lokal sezonal i quajtur Bar Delfini në Bregdetin e Darzezës në Fier është përfshirë nga flakët. Zjarri është pikasur fillimisht nga banorët e zonës, të cilët kanë lajmëruar menjëherë shërbime zjarr fikse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve, por duke qenë se lokali është i ndërtuar me dru, është djegur totalisht brenda disa minutash, pavarësisht edhe ndërhyrjes me mjete rrethanore nga banorët e zonës. Lokali në pronësi të shtetasit AB funksiononte prej 5 vitesh gjatë muajve të verës, ndërkohë që dëmi i përllogaritur arrin në 30 milion lekë të vjetra, ndërsa janë ndjekur të gjitha pajisjet që ndodheshin brenda ambienteve, 120 shezlong dhe 60 çadra. Paraprakisht dyshohet se zjarri ka qenë aksidental. Pasi sipas banorëve, pranë lokalit ka patur vizitorë të cilët kanë konsumuar birra dhe cigare. Në lokalin e mbyllur, që është nga përfundimi i sezonit, energjia elektrike ishte e ndërprerë, pritet verifikimi nga ana e grupit hetimor për të bërë të mundur zbardhjen e kësaj ngjarjeje.